Përshëndetje, tani që po e bëj videon, në fakt e kam xhiruar pjesën tjetër të videos, po si gjithmonë kisha harruar që të bëja hyrjen. Kështu që siç po e shikoni nga titulli, në këtë video bëhet fjalë për të gjetur një pronësi tjetër në Tiranë, proces që unë e nisa para një viti në qershor, para se babi të përkeqësoj dhe pastaj të përshëndroheshim 100% tek shëndeti i tij, kështu që duke qenë se kisha kohë dhe jam në Shqipëri dhe jam me shumë pushime tani që jam edhe shtatzan, thashë para se të bëj babyn, pse jo, ta bëjmë një investim të dytë, sepse pastaj nuk e dim se si do t'i shkojnë financave tona puna. Kështu që në këtë video do flasim për këtë gjë. Nuk po ja zbuloj që tani se si shkoi gjithë procesi dhe patjetër që nuk mund të mbyllet me një video gjithë procesi i marrjes së kredis, i gjetjes së apartamentit, kështu që besoj që do jetë një seri videosh. Gjithsesi, shpresoj do ju pëlqej videoja, edhe ndiqeni deri në fund sepse ka informacione shumë të vlefshme. Sa po arritëm, këtu jemi diku të 100 metër larg nga vendodhja, nuk e kam iden ku është. Po, ta shikojmë. Sa po kemi arritur, besoj shumë afër lokacionit, po presim këtu që të vi agenti imobiliar. Kemi lënë ta kemi në orën 8 dhe unë patjetër që kam ardhur në 8:10, si një gjermane që jam, gjithmonë para. Dhe të presim personin që do vit na marri, është një djalë dhe një vajzë, nëse nuk gaboj. Dhe të shikojmë banesën. Jemi tek diku te 500 metër sa po kalon kthesën e Kamzës pra nga City Park. Jo City Park, Casa Italia. Unë nuk është se jam një fan se shumë e zjarrt e kësaj zonës, me thënë drejtën, po do ta shikojmë banesën sepse ne për investimet duam, kështu që. Më the vitin ndërtimit është 2000? Rreth 2010-s janë bërë këto, tani fikse do ta them 2009-2011 vrau. Okej, faleminderit shumë. Okej, ky është toaleti. Normalisht ka pak nevojë për pak mobilje këtu, por është okej. Si mendon? Dushi. Këtu mbase të vendosim një xham për dushin. Është goxha e lartë. Kjo është dhoma e gjumit. Komplet kështu. Dhoma e gjumit e vogël, por e mjaftueshme. Këtu është balkoni, i cili është mbyllur, edhe mund ta përdorësh për shembull për këpucët, për rrobat, për gjërat e tjera. Edhe kjo këtu është dhoma e ndenjes. Ja, nuk e marr ndej, s'ka problem. E kuzhina. I ka të kjo është sheshi. Do ulemi? Po, patjetër. Ky është sheshi dhe këtu ka parkime, njerëzit që jetojnë. Kanë çelësin e trarit. Kjo është banesa. Tani do ta diskutojmë dhe do ta shikojmë. Jetojmë në Tiranë. Do me thënë, nga 1 orë jemi në Tiranë, 2 orë kemi në trafik ose 2 orë gjys. Ua. Ndalesa tjetër është tek një garsonere që do shikojmë tek Astiri. Çmimi duket shumë mirë dhe ta shikojmë se si do jetë garsonerja. Unë po e shikoja që ajo po mobilohej, pra dukej e re. Dhe ta shikojmë, ka dokumentat, është okej për çmimin që është, sa e vogël është, edhe ta shikojmë se ku është. Do ja tregoj të gjitha në video. Kjo është kompleksi, për që ka më pastër dhe më lezetshëm këtu. Tani të shikojmë se si do jetë garsonierja. Do të dim vetëm për shembull ku është stacioni i autobusit, me çfarë lëvizin njerëzit këtu. Duhet kesh patjetër makina, apo sa po erdhi agenti dhe do shkojmë ta shikojmë garsoniere. Ja.
Okej, kjo është duplexi. Okej. Është pjesa lart e krevatit. Është për një person, mami, ose për një qift? Është shumë okej. Dale? Okej, kjo është hyrja. Këtu poshtë kemi kuzhinën. Çdo gjë është në fazë ndërtimi, pra po ndërtohet. Dhe këtu do bëhet dhoma e ndenjes. Okej. Dhoma e ndenjes, të shikojmë si është tualeti. Okej, është i vogël, por ka dushin, lavamanin dhe banjen. Këtu kemi lavatricen, kemi sobën, të gjitha janë të reja. Okej. Dhe këtu po ndërtohet. Komplet kjo pjesa do bëhet me këtë, ha? Po, komplet. Okej. Pjesa poshtë pllakat dhe këto janë të reja, me sa shikoj. Apo duken të reja, okej. Po deri në sa kilogram mund të mbaj kjo duplexi lart? Digjë? Okej. Ja, okej. Derisa e ka parë ai. Duhet të jetë stabile. Okej, dhe pastaj vjen pjesa sipër. Që është. Okej, këtu nuk do kemi dham, duhet marrë një dham, ose jo, vendoset llamba atje. Edhe vazhdojmë këtu. Okej. Mua më pëlqen. Akoma punime. Po. Okej, po do flas me vajzën për ta sqaruar pjesën. Ka pak lagështi, po se di çfarë do bëhet këtu. Kjo është bërndarja, do vjet pllaka e kuzhinës fiks. Kjo pjesa këtu. Dhe do më mobilohet të gjithë si eri, vetëm për mobiljet është hedhur këtu, mami, ja. Tani, tualeti është i vogël, për çdo gjë është e re, siç e shikoni, komplet. Edhe pjesa atje do mbyllet, dushi, tualeti, çdo gjë. Okej. Tek garzonierja në Astir pata një përshtypje shumë të mirë. Mbase në foto dhe në video nuk duket fiks ashtu siç unë e përjetova. Po për mendimin tim është vërtet një banesë e vogël që po bëhet, që është shumë e mirë për një person ose për një çift. Dhe me çmimin që ka, për mendimin tim është vërtet një fitim, sepse ne e duam për investim, pra për ta lënë me qira, dhe aty çdo gjë po bëhej e re. Dhe më pëlqeu shumë pjesa e duplexit që ishte sipër me krevatin e rregulluar, më pëlqeu shumë, dhe edhe Stefanit po ashtu. Kështu që më pëlqeu edhe fakti që tek zona ishte kompleksi ndër të fundit aty tek Astiri, por që nuk ishte shumë larg. Dhe duke shumë e pastër, shumë e mirë organizuar. Dhe vërtet që më pëlqeu pjesa e banesës, edhe për çmimin. Me çmimin që kishte, më duket që justifikon vlerën, dhe jemi në Tiranë. Kështu që tani mos ta llogarisim faktin që kisha shumë fat në banesën e parë që blevëm në Don Bosco, por tani gjërat janë ndryshe, çmimet janë ndryshe, kërkesat janë ndryshe, dhe nuk do doja absolutisht të merja diçka të vjetër dhe shumë larg për ta marrë më lirë, por nuk do doja nga ana tjetër absolutisht që të bëja kompromise dhe të merja një banesë shumë të shtrenjtë, duke qenë se ne jemi akoma në proceset e kredit që kemi marrë në Gjermani, edhe nuk duam vërtet që të investojmë më shumë për ta lënë tek tjetri me qira. Kështu që takimi me vajzën do jetë pasi të mbaroj një takim tjetër që kam tani, sepse do shkojmë të bëhemi të bukura. Të shkojmë t'i presim pak këto baluket bukur, edhe t'i lyem që këtu në fillim me Bjond Likut. Edhe të bëhemi njerëz këtu në Shqipëri, duke qenë se nuk na kushton shumë lek. Tani derisa të mbaroj tek Jetmiri kam marrë, pra Jetmiri Hairstyles. Kam marrë tek Jetmiri sepse mua Jetmiri më pëlqen shumë. Mi bën krerjet shumë bukur dhe lyret po ashtu, dhe është shumë djalë i thjeshtë, dhe për mua një ndër parukierët më të mirë këtu në Tiranë. Duke qenë se aty po bënte një vajzë me keratin, një trajtim për flokët, nuk lejohet shumë mirë për ne 7 zënat, prandaj edhe unë u largova. Kështu që po shijojmë një pjesë se na ka rënë tensioni deri në fund të këmbëve. Jemi lodhur, po ama kemi bërë te goxha punë.
Pan bebin. U knaqe vërtet. Se kam thënë që do vija këtu. Ja, ku jemi? Flokët i kemi bërë bjonde, Fiat bjonde. Po presim të larmë kokën. Edhe pastaj do nisemi për tek apartamenti që të lidhim kontratën tek garsonerja. Por para se të shkoj atje do bëhem njëre bukur. Përveç hyrjes do presim dhe flokët me modelin Butterfly dhe pastaj do bëjmë dhe një kreje dhe besoj jemi gati. Mami u mërzit. Mami, më shiko. Të shumë e bukur. Shumë nice. Je loshin duart. Edhe anash. Prap është kjo pjesa këtë bjonde. Flokët u bëra bjonde. Tani paguajmë dhe shkojmë tek banesa. Tani, osa bukur që ngjaj, kemi takimin me agenten për të biseduar për garsioneren. Neve na pëlqeu, me Stefanin e diskutova, edhe ati i pëlqen, kështu që nëse bijem dakord dhe dokumentat janë të gjitha të sakta, neve do rezervojmë sot. Kështu që mbase bëjmë me një shtëpi. Pasi nënshkruam të gjitha kontratat që do ja u tregoj kur të shkoj në shtëpi se tani janë. Rrugës, do ja u tregoj edhe eksperiencën, edhe nëse çdo gjë shkon mirë me bankën, vlogu do vazhdoj. Jam bërë me një apartament të dytë, apartament garsionere, por që ishte pothuajse si një apartament i vogël shumë i bukur. 2 dhoma, po fikse. Okej, mirë mëngjes nga dita tjetër. Mbrëm u kthyem në shtëpi. Edhe tani jam para bankës. Normale që po më dridhen këmbët, sepse në Tiranë është shumë e vështirë që të blesh. Ne dje kemi parë jo vetëm 2 apartamentet, po kemi qenë në shumë agjenci, që unë kam blerë dhe apartamentin e parë. Të gjitha banesat janë shumë të shtrenjta, mirë po ne duam të blejmë në Tiranë, sepse mendojmë që Tirana është gjithmonë monopoli, ku do ketë gjithmonë punë dhe lëvizje është kryeqyteti. Ka 3 probleme që janë në Shqipëri, dhe me këtë video shpresoj shumë që, nuk e di, mbase dikush ta shikoj. Është problemi 1 i deklarimit. Shtëpit që janë blerë para disa vitesh shumë më lirë, normale që tani janë rritur çmimet dhe shiten shumë e shtrenjtë. Edhe populli shqiptar është një popull i cili është shumë mashtrues për sa i përket taksimeve dhe për sa i përket deklarimeve. Pra, në rast se ti këta apartamente ke marrë 20.000 euro, po tani ka vajtur vlera 70.000 euro, do të thotë që kur e shet fitimi, pa çka se ti ke jetuar, diferenca është 50.000 euro. Dhe nga këto 50.000 euro normalisht që ti duhet ta taksosh fitimin, pra të paguash të vëshën, tatim mbi fitimin. Dhe këtë shqiptarët nuk e bëjnë sepse është 15% dhe do t'i binte që nga këto 50.000 euro ti mbase t'i jepje shtetit, nuk e di sa i bie, 15.000 euro.
Mirë po, ky është pra ekonomizimi, ky është bota ku jetojmë sot, që do të thotë, në momentin që fitoj, unë do paguaj dhe taksa, sepse dhe unë kur marr rrogën, është rroga bruto dhe është rroga neto, që paguaj taksat e mia. Nuk do të thotë që okay, tërë fitimin ta fut në xhep, dhe ky është problemi i parë, sepse pastaj shqiptarët duan që ta shesin këtë banesën me çmimin që e kanë bler në dokumenta. Pra, në dokumenta ti e blen shtëpinë për 20.000 euro dhe 50.000 euro do ja japësh në dorë pra cash, dhe ai nuk e deklaron dhe kështu pastrohen parat. Mirë, po kjo gjë për mua si blerës nuk më intereson, sepse unë po ashtu e blej shtëpinë që të kem një fitim. Dhe pas disa vitesh, fitimi, apartamenti nuk do kushtoj më 70.000 euro sa që unë e bleva, po do kushtoj mbase 100.000 euro. Ama në dokumenta unë e kam sigur kam bler 20.000 euro. Që bje mua, më del pasaj sigur kam fitimin 80.000 euro, pa qka se unë e bleva 70, pra unë e kam 30. Dhe kjo mënyrë se si t'i shmangin taksat, mua më duket vërtet shumë e ullët. Duam të shkojmë në Europë, por nuk duam të jetojmë sipas rregullave të Europës edhe të biznesit edhe të ekonomisë botërore. Dhe për këtë gjë shumë nuk pranojnë që të shesin apartamentet e tyre me kredi. Dhe jo shesin personave që për shembull, unë kam vite që punoj në Gjermani edhe nuk i kam kurrë në dorë cash 50.000 euro. Në dorë 50.000 euro një person që punon në Shqipëri, një punë të ndershme ose dhe shumë mirë të paguar nuk i ka kurrë. Që të thotë o njerëz të lumtur, të bukur, faleminderit, po juve në këtë lloj mënyre po jepni përparësi vetëm personave që kanë bërë lekët me lekë të thjesht, le ta themi kështu. Edhe kjo gjë është pengesa e parë. Pengesa e dytë pastaj është fiks, nuk duan me kredi, sepse kredia zgjat pak derisa ta aprovohet. Problemi tjetër është që banesat nuk kanë certifikata, nuk kanë hipotekë, jo, po do dali hipoteka, mirë po unë nuk i besoj as vetes time që ti besoj dikush tjetër që po do dali certifikata. Aq më tepër kur ti do ta blesh me banka do një certifikat që t'japi lekët. Dhe ishte shumë e vështirë. Kështu që garzoniera që gjetëm për mua, mos flasim për çmimet njerëz. Zoti më, do më thënë. Një banesë 1+1, 45 metër katror. Nuk e di, mbi 100.000 euro, ose 80.000 euro nëse janë këto pallatet ekzistuese të kohës Enver Hoxhës, në K5 pa ashensor që janë jo komode për familje, për pleq, për ku do ta japësh me qera, apo ku do ta shesësh, pallate të vjetra. Prandaj ishte shumë e vështirë dhe garzoniera që gjeta për mendimin tim për çmimin 39.000 euro ishte shumë okej. Unë tani jam para bankës, ja ku i kemi edhe dokumentat. Kjo është agjencia. Dhe agjencia dukej vërtet shumë më duk vërtet shumë serioze. Ata japin dhe me qera, pastaj që do merren edhe me dhënien me qera. Vërtet që mua më pëlqeu shumë. Edhe si funksiononin, edhe kishin edhe juristin e vet, edhe noterin e vet brenda. Kështu që nuk e di. Jam këtu para bankës dhe po mendoj, kam marrë vendimin e dur apo jo? Garzoniera më duket një investim shumë i mirë. Sepse si do që tjetë ishte komplet e renovuar, komplet me gjëra të reja dhe unë e pash se si ishte menduar me stili me arkitektin pra pash fotot si do dalin në përfundim, sepse për 2-3 ditë është e përfunduar. Gjëja që më shqetëson është qepeni që duhet ta heqim dhe të bëjmë një derë tamam që të duket derë shtëpie. Dhe mbase aty jashtë pasaj të vendosim një çadër, 2 karige dhe një tavolinë të vogël që të bëhet si një kënd i vogël për persona që do jetojnë aty.
Dua që edhe qirazinë që do jetojnë të ndihen mirë, patjetër. Kështu që moroni fat, do shkoj t'i çoj dokumentat që kam firmosur. Kam lënë një kapar prej 2500 eurosh, të cilat do më kthehen nëse banka nuk e aprovon kredin, ja ku janë me ull. Kjo është certifikata e banesës, edhe kjo është kartela e pasurisë. Dhe kemi lënë, duke qenë se banesën e donte edhe një vajzë tjetër, patjetër, por unë isha më e shpejt me rezervimin. Më ka lënë 3 ditë kohë që banka të më kthej përgjigje. Bëhet, nuk bëhet. Moroni fat, po shkoj te banka, edhe të shikojmë si do jenë procedurat e tjera, mbasi do ta ndaj këtë video tani në 2 pjesë, që edhe të kem mundësi mos ta zgjas videon shumë. Kështu që më shkruani komentet tuaja nëse edhe ju po e mendoni që të bëni një investim në Shqipëri, më besoni që do jetë një sfidë më vete, por unë nuk dua të heq dorë dhe dua që para se të vijë baby në jetë, ta kemi bërë edhe këtë investimin, edhe të shpresojmë që kemi bërë zgjedhjen e duhur. Okej, po e mbyll tani edhe po filloj videon tjetër dhe do ta publikoj kur të ketë përfunduar kredia, nëse çdo gjë do shkoj sipas planit. Nëse jo, kjo ishte videoja, unë u përpoqa, është bërë shumë e vështirë të blesh në Shqipëri, të blesh 100% të deklaruar dhe pasurinë pra që do blesh, ta kesh me certifikata dhe uroj shumë që një ditë të ndryshoj, sepse vërtet dua ta shikoj vendin tim, dua ta shikoj ekonominë, dua të shikoj njerëzit të cilët të jenë vërtet siç na ka hije ne të bëhemi si vend, pra të rregullt, të deklaruar, jo me mashtrime, jo me futje nga mbrapa kraut e më thash. Kështu që moroni fat. Shihemi në videon tjetër. Ciao.